Kti djali I mungon gjysma e trurit. Është një çështje shumë e rrallë, por në botë ka edhe raste të tjera, si ky. Quhet hemisferoktomia dhe është një procedurë kirurgjikale delikate ku hiqet gjysma e trurit, I cili tashmë është I çaktivizuar dhe I shkëputur. Veç në disa raste të rënda konsiderohet të bëhet kjo procedurë, por këto ndërhyrje jo gjithmonë shkojnë mirë. Ndonjëherë ato dështojnë. I riu është nga Somalia, ka qenë një oficer policie dhe doktori Farin Kusabsan, që e kanë nën kujdestari, mundohet ta riabilitojë. Kur kjo pjesë e trurit nuk funksionon më, anomalit mund t'jenë për shkak të një epilepsie të patrajtueshme, e cila është e izoluar në një anë të trurit, ose dhe për shkak të lezioneve serioze të trurit, apo infeksioneve për shkak të tumoreve në tru. Bile ka raste të këtyre problemeve që janë të lindura, ose gjatë zhvillimit. Të kesh vetëm gjysmën e trurit shkakton probleme me shikimin, hipotoni muskolare, koordinim të dobët motorik, vështirësi në përtypje dhe lëvizje, vonesë në përvecimin e aftësive motorike, si qëndrimi, ecja, reagimi e tjerë. Çudia është se njerëzit me gjysmën e trurit kanë të reduktuar perceptimin e dhimbjes. E keni menduar ndonjëherë që jeta mund të ndryshojë brenda një sekondi dhe është truri, ai që na bën që ta jetojmë këtë jetë me shijet dhe nuancat që ka. Kalofshi një ditë të bukur.